Gjykata e Korçës ka dhënë masën e dënimit me 5 vite shërbim prove për 21 vjeçarin Dritson Kurti, arrestuar në shtator të vitit të kaluar me akuzën marrëdhënie seksuale me të mitur. Rasti ka marrë vëmendje për shkak të faktit se Kurti dhe bashkëshortja e tij janë pjesë e komunitetit rom dhe kishin lidhur një martesë tradicionale sipas zakoneve të tyre. Fillimisht, prokuroria e Korçës ngriti ndaj të riut një akuzë që parashikonte deri në 25 vite burg, por më pas vepra penale u riformulua duke çuar në një vendim më të butë nga gjykata. E drejtë e pa drejtë shkojnë të tjerë ne i kaluam. Lajmi për lirimin nga burgu është pritur me emocion nga familjarët e Kurtit, veçanërisht nga gjyshja dhe bashkëshortja e tij. Më mirë jam e gëzuar, faleminderit shumë prokurorit, avokatit, tyve gazetarët, faleminderit shumë që ma liru atë djalin, atë nipin nga burgu. 9 muaj po benë, sa lindi nusja, ata e kanë marrë, edhe asë më pa, asë e pash, asë nusën, asë qupkën, asë njëri. Të gëzuara jemi sot, po e presim me sy hapur të na vija. Shumë e gëzuar jam, shumë e lumtur, falenderoj prokurorisë, gjykates, avokatit, falenderoj gjithë. Jam shumë e lumtur. Gjatë 5 viteve të shërbimit të provës, 21 vjeçari Dritson Kurti nuk duhet të kryejë asnjë vepër penale, ndryshe do të ketë edhe një herë tjetër punë me drejtësinë edhe për vitet e shërbimit të provës.